Përshëndetje përsëri miqtë mi, jemi në hapësirën e mjekut këtu në emisionin tonë Reze Dielli. Sigurisht që hapësira e mjekësisë është kthyer tashmë në një moment shumë të rëndësishëm, këshillues dhe ndihmues për të gjithë ju që na ndiqni. Unë do të prezantoj pa humbur kohë mjekun i cili na ka ardhur sot për herë të parë në shtëpinë tonë. Kam këtu pranë zotin Gramoz Hodaj, mjek internist, i cili është pjesë e Spitalit të Traumës në kryeqytet. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit gjithashtu për ftesën. Faleminderit që pranuat mes punëve të shumta, sepse dim që mjekët e urgjencës, domethënë profili juaj specifikisht ka një impenjim të jashtëzakonshëm dhe ndoshta minuti është shumë i shtrenjtë ose sekundi, le të themi. Megjithatë ishte me vlerë që ne t'ju sqarojmë gjithë shikuesve atë çka përfaqëson një mjek internist. Çfarë është ky specialitet dhe për t'ia bashkangjitur më pas traumatologjisë ose urgjencës, ku ju le të themi keni puqur të dyja specifikat së bashku. Të edhe një ju faleminderit për ftesën. Ajo që do të thesha fillimisht është të speciale për publikun që unë jam mjek dhe punoj në urgjencën e traumës, të Spitalit të Traumës, që më përpara është quajtur Spitali Ushtarak. Aty urgjenca është mikse do të thotë që është spitali dhe urgjenca është dedikuar kryesisht për traumat, por kjo nuk e përjashton mundësinë që në vazhdimsi, si të gjitha spitalet e tjera, aty të ketë edhe urgjenca që nuk kanë të bëjnë me traumën. Që janë urgjenca kryesisht të mjekësisë interne për të shkuar më tutje dhe për të folur disa fjalë se ç'është specialiteti i mjekësisë interne. Mjekësia interne në vetvete është një specialitet ku trajton dhe merret kryesisht me elementet bazë dhe principet bazë të mjekësisë interne. Ku futen të gjitha patologjitë, për të thënë me publikun, janë sëmundjet e zemrës, urgjencat e sëmundjeve të zemrës, të mushkërive, të stomakut, që përmban gjithë mjekësia interne që nga fjala. Pra të gjitha specialitetet, të gjitha patologjitë, le të themi. Megjithatë, ajo që unë do të thosha dhe të theksoj është që edhe trauma për cilën urgjenca ku ne jemi që është mikse që shpjegova më përpara, rastet që vinë me traumë kanë dhe ata patologjitë të tilla preekzistuese përpara se të ndodhte trauma. Kështu që në një farë mënyre aty ekipi jon urgjencës është miks. Ishte i përzierë dhe në një ekip 24 orësh ne kemi një ekip mjekësh me mjek intern, mjek kirurg, ortoped, reanimator, radiolog, imazherist, një ekip i tërë njerëz për të shërbyer që mesatarisht vetëm në urgjencën tonë vinë rreth, po ta them kështu për infrastrukturë, kështu statistikore, rreth 100 raste mesatarisht në ditë, që janë të përzierë edhe të mjekësisë interne dhe trauma që kërkojnë ndihmë mjekësore. Tani për t'ia bashkangjitur specialitetin e mjekut internist dhe urgjencës, ku konsiston, le të themi, bashkimi i këtyre dy aftësive, sepse sigurisht nuk bëhet fjala vetëm për faktin që ju jeni mjek, por duhet të kesh dhe aftësi shtesë që të dish të japësh drejtim në pak sekonda rasteve të shumta që ju na përmendët, pra mesatarisht 100 ditë që paraqiten në spitalin tuaj. Okej, për është shumë e rëndësishme. Ajo që do të shtoja është që mjekësia e urgjencës është një lloj specialiteti që në shumicën e vendeve të perëndimit e bëjnë mjek të dedikuar për këtë punë. Edhe këtu ke ne ka një program që ka filluar specializimet që po përgatiten, është mjek kryesisht që do jenë mjek të urgjencës që do punojnë vetëm për mjekësinë e urgjencës. Për një arsye fare thjeshtë. Mjekët e urgjencës duhet të kenë disa cilësi. Po i quajmë të veçanta, po patjetër. Që nga fjala urgjencë, ai duhet të jetë i shpejtë në marrjen e vendimit, duhet të jetë i saktë në ato që bën, duhet të di të menaxhojë stresin e urgjencës që vjen, do të jetë kooperues dhe bashkëpunues me ekipin dhe me stafin e tij, duhet të zgjedhë prioritetet për të cilat duan, duhet të bëjë triazhimin e saktë të sëmundit kur vjen, triazhim do të thotë të bëjë ndarje, në konceptin që shpesh herë ndodh që edhe kur vjen që nuk janë mjek të kësaj pune, në 5 urgjenca të ndryshme, mjeku duhet të zgjedhë se kush është prioriteti maksimal dhe ka nevojë me ndërmend urgjencë. Kush ai që nuk i pret, le të themi se. Shpesh herë edhe në një vend ku ndodh një aksident i çfarëdoshëm në rrugë, shpesh bien aty të bien kene, ato që si duket vërtet më shumë atje në fush, por që ai ka probleme për të zgjidhur më vonë. Më pak, më ta presin. Ka ata që janë me ndërmend gjendje shoku, në gjendje shumë të rëndë, që neglizhohen pa dashje. Kështu që mjekësia e urgjencës ka një specifik ekstra të veçantë, kërkon impenjim maksimal, se të thamë dhe më parë, zgjedhje dhe marrje e vendimit shumë të shpejtë. Të ndryshe. Pastaj të jesh mjek urgjenca dhe mjek internist nuk është e lehtë. Është kjo pjesë e pasionit në specialitetin le themi në mjeku në vetvete?
Ndoshta shumë mjek duan më qetësinë në vendosjen e specifikave të rasteve, ndërkohë që ka ata që duan të jenë ndoshta më të shpejtë. Sepse sigurisht dhe mjeku është një qenie njerëzore që gjithçka që bën shoqërohet, ka stresin e vet, ka tensionin e vet, ka përballje jo vetëm me pacientin, me familjarët, me infrastrukturën që ne do ta trajtojmë më pas. Si e tham, mjekësia e urgjencës nuk është shpeshherë një zgjedhje. Megjithatë, nëse do ta vrasësh rutinën e një shërbimi në pavion, që mos ta shkosh një fytyrë disa herë, mjekësia e urgjencës është një sfidë personale, kërkon një impenjim maksimal, është edhe ka të bëjë edhe me individin që duhet të menaxhojë energjitë dhe shpejtësinë rrufe tek prioritetet që folëm më parë. Ndalemi pak tek infrastruktura në rastet që ju vinë në spitalin e traumës. Si është infrastruktura? Çfarë është e nevojshme? Çfarë duhet dhe çfarë pritet, le të themi? Mbi ç'bazë infrastrukture punoni? Duhet të operojë një mjek dhe cila është situata aktuale atje ku jeni? Okej, unë ju fola edhe më përpara që urgjenca e spitalit tonë, urgjenca e spitalit të traumës është mikse, është dedikuar kryesisht për traumat. Po brenda këtij numri që ne folëm më përpara, ka një numër të konsiderueshëm raste që vinë dhe për mjekësinë interne dhe që janë dhe mikse. Ne kemi një infrastrukturë kryesisht të dedikuar fillimisht për traumat, por kjo nuk e përjashton mundësinë që edhe ne të kemi zgjidhur me sukses maksimal edhe rastet e mjekësisë interne. Por shpeshherë përpiqemi maksimalisht, se si në çdo vend tjetër të botës, flas për publikun, i afrohet kur ka një emergjencë ekstreme spitalit më të afërt. Për të kërkuar ndihmë mjekësore dhe ne jemi të detyruar ta bëjmë këtë gjë. Por nëse vëmë re për shembull për të marrë një shembull konkret që i smuri është duke bërë një infarkt ose është infarkt i miokardit është duke e bërë, ne jemi të detyruar ta ndihmojmë, ta stabilizojmë, t'i japim prioritetin maksimal, ta transferojmë nën mjekim mjekësor dhe ta çojmë në një spital tjetër që më afër, që normalisht këtu ne është kardiologjia e QSU-s. Sipas profilit, sipas patjetër, morëm një rast konkretisht, Po kurse pjesa tjetër, ku është urgjencat që kanë të bëjnë vetëm me traumën, që aty janë kolegët e mi, traumatolog, mjekët e përzier, aty është e gjithë infrastruktura për t'i kryer këto gjë. Çfarë përfshin kjo infrastruktura? Infrastruktura po. Unë po e marr që nga infrastruktura e ardhjes, megjithëse ne kemi defekte në zinxhirin e të gjithë urgjencave, me sa di ka një program i thjeshtë për mos të dalë tek ata. Një program për të krijuar atë që quhet urgjenca kombëtare, në konceptin që të ketë koordinim më të mirë, si do transferohen të smurt edhe traumat nga ndodhin, po jo vetëm traumat, po edhe rastet e tjera. Infrastruktura, ne kemi të filluar shpeshherë po të keni vënë re, se shoh shpeshherë që vijnë media ku ndodhin aksidente të mëdha, ne kemi një vend ku na vinë urgjencat me helikopter, flas për urgjencat madhore, aty transferohen për në pjesën e hyrjes së urgjencës tonë, që është një urgjencë është shumë e madhe, ajo ka të gjithë infrastrukturën e mundshme për të bërë triazhimin e të smurit, nëse janë 2 ose 3 raste, për të bërë ndarjen sipas prioriteteve që e bëjnë mjek me eksperiencë, një mjek traumatolog, kirurg, shtet aty. Është grupi i mjekëve. Ne kemi një grup të tërë mjekësh që janë më shumë se 10 që punojnë 24 orë, që janë në çdo kohë me turne që ndrohen. Përveç stafit realisht të urgjencës që është një staf jo vetëm i kualifikuar, është shumë i dedikuar, unë gjë rastin dhe të përshëndes se falë tyre ne bëjmë puna shkon dëm, le të themi pak në gjuhën popullore. Pastaj në pjesa e infrastrukturës është pjesa e rëndësishme e diagnostikës së rasteve që vijnë tek urgjenca e traumës. Që realizohet, ne kemi të gjithë elementet e radiologjisë, të imazherisë së avancuar, është ambientet e sallave të operacionit për të gjitha llojet e rasteve, për ortopedin, për traumat e përgjithshme, për kirurgjinë e përgjithshme, edhe pastaj edhe reanimacionin, ku është mjekimi intensiv. Unë kam idenë që në një farë mënyre realizohen të gjitha mundësitë e mundshme për rastet që vijnë aty brenda kësaj infrastrukture. Dhe pastaj sipas mundësive dhe çfarë mbasi mbaron ajo që quhet pjesa e parë e mjekësisë së urgjencës, që është pjesa më e rëndësishme, më kruciale, ajo që i jep atë që i duhet brenda orës së parë maksimale të mundshme një rasti, rastet pastaj kanalizohen ose vendosen për të shkuar sipas nëpër pavione të veçanta ose nëpër spitale të tjera. Po. Cilat janë rastet më të shumta me cilat ju përballeni? Përqindja më e madhe e problematikave që hasni më shpesh? Nëse marrim të dhënat statistikore që unë ju dhash më përpara, thash brenda ato numër 100 mesatarisht. 100 numri është variabël. Plus minus në ditë. Plus minus, se ka edhe periudha të caktuara që ka. Raporti është
më shumë se 70% e këtyre rasteve i përkasin traumave dhe sëmundjeve të tjera që ato kanë para se të vinë, dhe pjesa tjetër në mjekësinë interne. Tek ajo që folëm për mjekësinë interne, infrastruktura e rasteve që vinë tek mjekësia interne aty ku unë punoj, janë patologji nga më ndryshme, shpesh na vinë edhe të sëmurë kështu pediatrik, që normalisht ata vrapojnë për të ardhur të gjitha llojet e moshave. Të gjitha llojet e moshave, të gjitha llojet e sekseve dhe të gjitha llojet e sëmundjeve të mundshme që i përkasin mjekësinë interne paraqiten në spitalin tonë. Ne përpiqemi ti kanalizojmë, t'u japim ndihmën e parë, t'i stabilizojmë, shpeshherë edhe i shtrojmë sipas shërbimeve që kemi, ose i transferojmë. Ne kemi një staf atje që janë më shumë se 2 mjek në çdo kohë, përveç të smurëve në pavione, që janë kryesisht dedikuar për mjekësinë interne. Një nga ata janë unë dhe një mjek tjetër internist. Dhe rastet që vinë më shumë, nuk thash që vinë nga të gjitha, por ajo që vëmë re, shpeshherë kur edhe sipas periudha, për shembull tani kohët e fundit ka pasur patologjinë më të mëdha, patologjitë që i përkasin aparatit kardiovaskular. Ajo që vëmë re në rutinë, që i shikojmë njerëzit edhe rastet që vinë edhe për gjëra të tjera, shohim që ka shumë hipertensione të pamjekuara. Të neglizhuara të lëna. Që neglizhuara, që njerëzit shpeshherë dhe thonë, unë s'kam qenë një smur, ose që paraqesin pak ankesa, ose vinë për një ankesë tjetër, dhe ne i gjejmë. Vore kështu edhe shpesh ne përpiqemi t'i rekomandojmë të gjithë rastet që vinë edhe familjarët e tyre, që këtë lloj sëmundje, këtë patologji që në fakt në thelb duket një patologji e thjesht për ajo është një patologji që ka pothuajse të gjitha llojet e stresave të popullsisë dhe që bën dëmet pa parë. Min me sahat. Po një sepse shpeshherë ai neglizhohet, nuk mjekohet tamam. Ne na vjen raste që shpeshherë nga ato që quhen kriza të hipertensionit, që njerëz i mjekojnë, ndërpresin mjekimin, nuk ndjekin këshillat mjekësore. Ne sistemojmë për momentet dhe pastaj i lën pas dorë. Edhe mund të kemi raste të përsëritura, ndoshta si këto. Ose kemi plot raste që ne i gjejmë që janë hipertensiv, janë sëmurë që sëmundja realisht ka filluar, por që ata nuk mjekohen, edhe kam bindjen që këto programet që janë duke u realizuar, këto check-upet që do bëhen për të realizuar në një farë mënyrë, për të gjetur në një farë mënyrë se si është, kush janë faktorët e riskut, ka apo jo grup mosha të tilla që janë të pamjekuar. Janë të dhëna që mungojnë në sistemin shëndetësor, pra le të themi, në regjistrat sipas patologjisë, problematikave, diagnostikës dhe çfarë mund bëhet për të parandaluar. Unë nuk e di sepse këto nuk mund ta them këtë gjë 100% sepse kjo i përket mjekësisë parandaluese, që është mjekësia e familjes, ata kanë të dhënat e tyre, ata i njohin. Ne flasim për rastet që nuk shkojnë atje. Për shembull që vinë nga rruga ose nga shtëpia duke e shmangur të mjekësinë e familjes që vinë direkt. Po, vinë direkt, ata kanë bindje që shkojnë në të gjitha spitaleve për të kërkuar një lloj ndihme mjekësore. Edhe raste të tjera, sidomos tani kur periudha fillon e ftohtë, kohët e fundit flasim për rastet, ka filluar kjo një gjendje me temperaturë, ky gripi që është duke u shfaqe. Kjo viroza e intestinës, po që ne kemi viroza jo vetëm të verifikuara nga instituti që është grip i një virusi të caktuar, por edhe viroza të tjera zenore, shpeshherë vinë komplikacione të rrugëve respiratore, patologji abdominale, renale, të gjithë tash infrastruktura e mjekësisë interne tek ne paraqitet. Në që do të bënim një vlerësim për sa i përket të kualifikimit të mjekëve, si që të ndrojmë ne në raport me botën në lidhje me këtë gjë? Atëherë unë gjej rastin të shpreh edhe një herë që spitali në të cilin unë aktualisht punoj, ka qenë spitali i famshëm me emrin Spitali Ushtarak, dhe pothuajse në një periudhë shumë të gjatë kohe, personeli mjekësor i mesëm dhe i lartë, dhe së mos personeli mjekësor i lartë ka pas mundësinë, sepse ne kemi pas programe reciproke, unë kam qenë personi që pjesë e këtyre programe, ne kemi pas programe me vende të tilla si Gjermania, Greqia, Italia, Franca, Turqia, dhe pothuajse 100% e mjekëve kanë pas fatin të bëjnë një trajnim më shumë se afat shkurtër në një nga këto vende. Në Gjermani kemi një sasi të konsueshme mjek edhe infermierë që kanë bërë specializime afat gjatë. Kjo i vlen shumë mjekësisë. Unë kam bindje që, po patjetër, kam bindje që personeli i spitalit të traumës është me dije të mjaftueshme për të realizuar misionin që ka. Ju e shikoni edhe në punën tuaj? Jo vetëm me punë e përditshme, por mundësira. Nëse mundësirat e infrastrukturës do shkonin paralelisht bashkë me kualifikimet që ata i kanë, kam bindje që rezultatet do ishin maksimale. Ndalemi te kjo e dyta.
kalojmë nga pjesa e kualifikimit tek ajo çka është e nevojshme. Mund të heqim në një paralele midis urgjencës tonë dhe mjekëve internist këtu tek ne me atë çka ka përvojë Europa dhe bota? Kur thua për këtu ke ne. Thash nga fillimi, që ti jemi realizm, thash nga fillimi që Ministria e Shëndetësisë ka filluar një program para 4 vitesh që të përgatis mjek vetëm për urgjenca. Po, mjek do ta ndërpresim pak doktor përgjigjen sepse kemi një telefonues në linjë, me sa duket dikush ka një pyetje për ju. Alo, përshëndetje? Alo? Mirdita. Mirdita, zotëri, faleminderit që po telefononi. Cila është pyetja juaj? Ja, unë s'ka duhet që po, faleminderit që po telefononi. Unë ka pas një ulcer. Cili është shqetësimi juaj? Po, mund ta përsërisni edhe një herë, cili është shqetësimi juaj? Një pyetje për mjekun që kemi këtu. Unë ka pas një ulcer në edhe një rrjedhë në spitalin Durrës. Po? Jeni nga Durrësi? Nga Durrësi. Tani kur mund të bëj fundament vjetër, bëj një kur të fortë aty, kam dhe një ulcer tjetër në këtë gati. Nuk është e qartë, nuk ju dëgjojmë mirë, me sa duket ka një problem ose duhet flisni me ton pak më të lartë të zërit që ju dëgjojmë më qartë. Mund ta përsërisni edhe një pyetjen? Po, kur mund për shembull të vijë në Tiranë, ju në Tiranë një herë. Po. Kur mund të vijë në Tiranë për shembull? Që për një konsultë, nuk jam një gjendje të mirë. Doktori është në spitalin e traumës në kryeqytet. Ju kur të keni dëshirë mund të drejtoheni për të konsultuar për çfarë do lloj problemi që keni. Në spitalin e traumës, spitali ushtarak në zonën e Laprakës, në zonën e Laprakës. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit. Atëherë, për të bërë një konkluzion të fundit, ka ende punë për të bërë për atë çka ofrohet. Që tash më përpara se diferenca midis pyetja që më bë, midis mjekësisë së urgjencës ose interne të këtueshme me perëndimin nga duhet të integrohemi është, ata kanë pas programe, ne kemi nga eksperjenca sepse kemi punuar aty, kanë pas programe edhe mjek edhe personel vetëm të dedikuar për këtë. Gjë që këtu ke ne është duke u bërë. Do thënë ne po shkojmë drejt asaj. Doktor, shumë faleminderit që ishit këtu dhe që datë një informacion mbi një fushë për të cilën ndoshta jo të gjithë kanë ato informacion që ju duhet. Unë ju uroj shumë punë të mbarë dhe sukses në misionin tuaj sepse keni vërtet një profil shumë delikat. I falenderoj edhe shikuesit që na ndoqën, do të shihemi bashkë në hapësira të tjera. Faleminderit.